Shoqata kulturore dhe sociale Nexhat organizoi një aktivitet paqësor dhe simbolik përpara zyrave të Kryqit të Kuq shqiptar në kryeqytet. Ky tubim kishte për qëllim dorëgjecimin dhe dorëzimin zyrtar të një sër letrash të ardhura nga familjarët e personave që ndodhen të izoluar në kampin Emek në Manz. Të gjithë anëtarët e shoqatës u mblodhen në shenjë proteste dhe kërkuan ndërhyrjen e Kryqit të Kuq për të krijuar ura komunikimi mes familjeve dhe të afërmve të tyre që ndodhen në kampin e izoluar të Mek. Shoqata Nexhat i konsideron këta individ si persona të humbur, pa liri dhe të drejta elementare të shkëputur prej vitesh nga familjet e tyre. Kryqi i Kuq si një organizatë ndërkombëtare që merret jo vetëm me ndihmat humanitare dhe shërbime shëndetësore, por edhe me çështjet e lidhjeve familjare në situata konflikti apo ndarjeje të dhunshme, u pasi institucioni i duhur për të ndërmjetësuar këtë kërkesë humane. Në këtë aktivitet foli edhe kryetari i shoqatës, zoti Aldo Stulullari, i cili theksoi rëndësinë e ndërhyrjes së institucioneve humanitare për të ndihmuar familjet që jetojnë me ankthin dhe mungesën e informacionit për fatin e të dashurve të tyre. Fjalën e tij e mbajti edhe Khalil Anserian, një ish antar i Mek, sot pjesë e shoqatës Nexhat, i cili me emocion dhe vendosmëri përcolli këtë mesazh. Ju përshëndes me shumë respekt ju bashkëdhetar të dashur. Sot jemi mbledhur përpara zyrës së Kryqit të Kuq në Tiranë për të dorëzuar disa letra nga nëna dhe familjar që na janë drejtuar me shpresën se do t'i përcjellim tek kjo organizatë. Shpresojmë që këto letra të arrijnë në duart e atyre që ndodhen të burgosur në kampin e Manzës. Dua të përcjell nga këtu një mesazh për miqtë e mi që ndodhen ende të mbyllur atje. Ju bëj thirrje të merrni një vendim të guximshëm dhe të lironi veten nga i ferr. E janë në botën e lirë në jetën reale. Ditën e sotme shoqata Nexhat ka vendosur të vijë pranë selisë qendrore të Tiranës të Kryqit të Kuq për të vijuar një aktivitet social dhe kulturor, si shumë shpesh ka kryer në fakt në periudhën e fundit. Ky aktivitet përkon me të drejtat e njerëzit, të atyre të cilët në fakt ka të bëjë me komunitetin iranian të cilët janë të bllokuar në kampin e Manzës në Ashraf 3 në qytetin e Durrësit. Kemi vendosur të vim sot këtu për të sjellë disa letra nga familjarët në shtetin e Iranit, të cilët kërkojnë kontakt në të gjitha mënyrat për të ardhur dhe për të kërkuar një bashkëpunim me Kryqin e Kuq shqiptar. Aktiviteti u zhvillua në mënyrë të qetë me qëllim thëdhimin e dialogut dhe kërkesës për të drejta humane dhe familjare pa ngarkesa politike. Shoqata Nexhat deklaroi se do të vazhdojë përpjekjet për të ndihmuar ish antarët e Mek dhe familjet e tyre drejt ribashkimit dhe jetës së lirë në Shqipëri.